vrasja ka mete nigëm, jo, nuk ka mete nigëm, se gjithë shka djetë, po manipulohen vrasjet. Vrasjet manipulohen, të vrasjet e njerëzve më thaj, manipulohen gjitha. Edhe kjo është manipulua keqas. Pse? Tani, sepse i herë pa qenë vetë, shive në fotografi, shive si e ka kokën të hapur. Shive ja kanë shtilë me fasho. Këtë zakonisht e bëjnë gjithmonë për të vdekurit. Ajo, a i ka pas këtë, në qofë se vetë njeru, pistolet në afrën të veshë dhe bën një vrim sikur me të fut një tel. Nërsa në qofë se të bjen dikush me një pushk të kalibër 7.6, sikur në pushk gjermane që i kem pas të akordumet e Serbis, plumi sa po futet në trup këthehet thurë, sa është e ka ban fabrika, atë me maje dhe me bark që mu këthyje, dhe ban një vrim kur hynë dhe nëzjerë, ban një grop shumë të madhe jashtë kur del, të merë mish me vetje dhe nëzjerë i gjysëm kilje mish dhe të hapë kryet. Aja ka pas kryet e hapun, e para punës. Do me dhe në ti thuj që... Nuk e ka vra vetën. Se si ishte nga ta bura që i vriste vetën? Pore, këta thonë plaku i maleve, qëfar plaku mëra? O konë 57 vjeqe 4 muaj. Në atë ko plak quaj? Jo, nuk quaj plak, se s'ka punu kuraj. A i ka qenë, qikur është morë 17 vjeqë, ka hynë ushtëri dhe ka qenë oficer. Po pse e gjemë datëlindit 62 dhe vdekjen 25, dhe më thënë? Këto e gjemë sepse Nimon Ferizi ka pas një farë shkolla dhe ka qenë sekretari ti. A i rinë të mrapa. Në del 63-neve me... Ta spjegojme, po, me del 63. Nimoni në qeverin, kur bon qeverin me Fanul, ju tha, Nimon Ferizin tha, vendose një ministr arsimi, se kësë mund pojnë ministr arsimi... Analfabet. Dhe Nimonin e caktuar në Berat, prefekt Beratit. Kur vra Baramsuri, Nimoni iku në Zara. Dhe shkoj një libër 50 faqe. Zarat Kroacisë, po. Dhe mas e shkojnë Zara, bani Zara 1935, e bëtojnë Konstancë të Rumanisë. Ky libër ishte fundë krye kujtime, pra nuk përdori as gazeta, as revista, as dokumente. S'përdori referenca. As një lloj dokumenti, se mjaftonte pasaporta Baramsurit, që është shkruar me 1866, 2 pasaportat e kanë shkruar. Ai tha Baramsuri ka lind vitin 1862. Mas lirimit të Shqipërisë, mas vitit 1945, si kundërshtari Zogut shteti, po i quajnë patriot, gjitha ata që kishin luftuar kundra Zogut, dhe thonë, po ky Baramsuri, qa ka bon? Dhe ata, disa nga ata kalemgjit e kos, gjenë këtë librin e Nimon Ferizit. Nimoni kishte shkruar që ka lind vitin 1862, dhe bon busin Baramsuri avllu 1862, bon një bus të vogël, qimente bile, jo me bronz. Edhe javun 1862 dhe ashtu hynë një histori dhe... Por, a i ka vdek 57 vjeç, jo 62. 57 vjeç e 4 muaj. Ka lind dhe tërë, ka vdek me 29 mars. Okej, me gjithë prap, për atë kohë, 57 vjeç shumë. Jo, more, zot, një saj nuk i ka mungu kur gjanë, njerëzit në atë kohë lodhëshin sepse s'kishin mjek, s'kishin gëshon me qetë flok, s'kishin dentist me regullu dhomë dhe 20 vjeqit duke i plake, duke i shemtuar. Po ky ka qenë, zot, një ka qenë Allaj Bek, more, ka qenë kolonel, si ka mungu kur pa shërbimi. Ka pas shërbime, ka qenë një rimajton. Dakord ka qenë i mbajtur, po si mosh, konsiderohej një mosh e parë nga të tjerët, jo si ka qenë ai vetë. Ai 57 vjeç ka qenë kohën e burrave, quhet. Edhe, shive fotografi, kjo ka dalë 55 vjetë në atë fotografi që përshuaj. Nuk e mohojmë të që ka qenë bur i bukur dhe i mbajtur. I mbajtur, po. Po, i fort. Dhe aji, tani, për historikun e Baramsurit, nuk janë bo studimet e dura, ka tendenca manipuluese, dhe nuk ka dal aktiviteti dhe nërshmëria e ti në dukje qarë si dhe i të adilët me bo një liber të dedikuar ati. Sepse kanë qenë katolikët edhe ortodoksët, ata që e kanë vlerësua mësë shumëti. Ortodoksët? Por, Fanoli, ka bo e legjinë më të bukur që ka në Shqipëri. Atje krisi, atje pushoj, atje nisi, atje... Nuk shifet bas feje kjo, do më ata... Jo, e kam lafin. E ka pas aliatin e vetë politik më të madhe. Do më dhanë, armiku i më i madhi Zogut, do bëj, përderisa kanë qenë të dy armiqë të Zogut, i bashkonte edhe ana politike. Kamile Libardi, ka bon, kanë shkrua Fretnit, kanë majt babën e Baramsurit, e ka majt i peshk, vishoshit në kish, bashk me
baraktarin e Krasniqës. Po, i kanë majtë. Dhe ai me thonë të drejtën, ka qenë, nuk ka shikua as fenë, as ka ndjekat parimin e Pashkovazës, feja shqiptarët është shqiptaria. Dhe ai, do me thonë, nuk i ka nda njerëzit në të krishterë dhe musliman. I ka nda në patriot dhe një patriot. Kështu i ka nda. Po, është bërë gjam për Bayram Curin? Shiko, Bayram Curi u vra, por ishte situata elektrizuar, sepse mbështetësit e ata që e mbështetësin Bayram Curin ishin shumë dhe mund të provokoj një revolt. Po, një kurengritje. Dhe këta, që bon, shqitën 2.000 franga ari me i bon varrimin, edhe thanë ka vra veten, i bon një ceremoni varrimi në has, edhe thanë ne s'kemi dash me vra, s'kemi pas pun me të, pa i ka vra veten, kështu hapen, dhe i lidhen një pension shumë të madhë, 250 franga ari, janë afërsisht me kursin e sotëm dikun të 2.500 euro. Edhe më shumë kam përshtypjen. Dhe një pension ka që madhë se kishte kurkush. Dhe gruja ti e dinte që këtë po ja apin për që të bëjë qetësimin, që nuk kishte vra veten, po kishin vra, dhe disa vjetë nuk prandoj me morë pensionin, dhe pastaj ja kanë qunë, kanë lutë me i morë dhe i ka morë ato, dhe problemi ishte me qetësu e gjakrat. Pra na i ndodhen të gjera, se shive tash i kemi atje në fotografi me këto. Kur u vra, ka qenë Shefqet Draga. Shefqet Draga ka qenë oficer policie, me qeverinë e Fanoltë, në qeverinë e Lushnjës. Dhe kur në vitin 1924, kur Erzogu kuj duel Koçak, duel me Bayram Curin, po ishte policë dhe ata policë që kishin ardhur me rrethu Bayram Curin ishin shok të këtij. E njifshin Shefqet. Po, dhe Shefqeti, këta që ishin me Bayram Curin shpellë, këta i thanë, ne po largojmë ushtrin, ju më shefu një ikni që të mroheni. Dhe filluan luftën e vranë. 4 zhandarë u plagosën 4, 8. Nërsa Bayram Curi, si që të regon Shefqet Draga, Shefqeti, kur u vra Bayram Curi, Shefqeti i dërgoj i qoj duart për pjetë, u tha zhandarë atyne që ratuazve se nuk e njifni. Tha, më qëni që Kadri Mehmeti. Kadriu ishte komandanti i zhandarëve, po kishin punu bashkë, ishin shokë. Edhe e quen të Kadria dhe u dërzue. Ta shi kur shkon, e qojnë has, me 29 ndodhi kjo, me 3 prillë e merë Hasan Kryeziu, që për fatë kesh kjo fotografi që shoni në ekran, e kanë pre me Photoshop dhe e kanë vunë kuks të prefektura si një nga prefektet e vendit. Ka arë shumë kesh kur e këm po. A pse është fotomontajë? Jo, kjo nuk është fotomontajë, ajo është fotomontajë. A, e Canabegut, po. Edhe Hasani e merë në pyetje dhe ja u kom quë për që zërbualin në original. Thotë, të paralajmërojmë, thotë, që po nuk thatë vërtetën, gjyqit dënjon me varjen litar. Canabegut, po. Me varjen litar. Dhe ky nuk mund të gënjente, nuk mund të thoshte e ka vra vetën Bayram Curi, se ishte i dënuar me varjen litar në qoftë se s'thoshte të vërtetën. Dhe ky nuk tha që e ka vra vetën. Kom qenë, thot, 50 metra largë. A i ka qenim shefën, thot, mas një lisi, dhe ka në gjujt 34 herë pushkë. Pra, ka luftu si luan edhe ky. 34 gjoja në gjithë të vendi i vrasjes. A kuptan. Dhe ky nuk thot e ka vra vetën. Pra, u manipulu e vrasja, u qëjtë se vetë vrasje.